الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Falenderojmë Allahun e lartësuar dhe njëkohësisht e lavdërojmë dhe madhërojmë atë. E lutim që të na ruajë dhe të na mbrojë nga veset dhe gabimet tona, atë që Allahu e udhëzoi në rrugën e drejtë, askush nuk mund ta humbë prej saj përveç tij, dhe atë që Allahu e humbi nga rruga e drejtë, askush nuk ka mundësi ta udhëzojë në këtë rrugë përveç tij. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, sepse ai është Zoti dhe krijuesi i vetëm, nuk ka të barabartë dhe as të ngjashëm me të. Ai nuk ka nevojë për ndihmëtar dhe as për ortak. Nuk ka birë dhe as bashorte, por të tëra adhurimet, përgjërimet dhe nështrimet tona i takojnë me merit vetëm atij. E njëkohësisht dëshmoj se Muhamedi alayhi salatu wassalam është robi i përzgjedhur nga Allahu, si përques dhe lajmërues me përgëzim dhe kërcënim nga Zoti i tij. E lutim Allahun e lartësuar që salavatet dhe selamet e tij, lavdërimet, mirësitë e tij të jenë për profetin ton Muhammed, familjen dhe sahabët, shokët e profetit, por edhe për të gjithë besimtarët e tjerë musliman deri në fund e në vijim. Ti bindesh Allahut të lartësuar, do të thotë që je në paqe me të, je nga të dashurit e tij, je në mëshirën e tij, dhe se xheneti është pranë teje. E në të kundërtën ta kundërshtosh atë, ta mohosh atë, do të thotë që je në zemërimin dhe mallkimin nga Allahu. Do të thotë që je në zemërimin dhe mallkimin nga Allahu, dhe se dyert e xhenetit janë mbyllur përjetësisht, dhe se portat e xhehenemit janë hapur për të njeri. Ne jemi në fillimet e një muaji të begat, një muaj të rëndësishëm, por që pak për njerëzve e vlerësojnë atë, dhe pak për njerëzve ja japin hakun atij, dhe e shfrytëzojnë atë. Allahu i lartësuar nga mirësia dhe mëshira e tij për robërit, ka bërë disa kohë që të jenë kohë frymëzimi, motivimi, nxitje për besimtarët në vepra të mira, në kërkimin e afrimit të Zoti i tyre, për të marrë shpërblimet nga Zoti i bujar dhe për të falur gabimet e tyre nga i gjithë mëshirshmi. Për cilët nga sahabi nderuar Usame ibn Zeid radhiyallahu ta'ala anhu, se një herë pyeti të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe i tha: O i dërguari i Allahut, nuk të kam parë të agjërosh kaq shumë ditë sa që agjëron në muajin Shaaban, dhe ne jemi në fillimet e muajit Shaaban të kalendarit hënor. Profeti alayhi salatu wassalam i tha: "Dhalika shahrun yaghfalu an-nasu anhu bayna Rajab wa Ramadan." وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. Ai është një muaj
ndaj të cilit shumë, tha profeti alayhi salatu wasalam, shumë nga njerëzit janë të shkujdesur. Janë të shkujdesur nga mirësia e tij. Një muaj që ndodhet tha midis muajit të Rexheb dhe atij Ramazan. Ai është një muaj në të cilin ngjiten lart veprat të Zotit i botrave. Dhe unë dua që kur ato të ngjiten të jem me agjërim. Fillimisht e pyeti sahabi profetin alayhi salatu wassalam për arsyen pse agjëron kaq shumë ditë nga ky muaj Shaban. Ndërkohë që ne dim që agjërimi është një adhurim i fshehtë. Gjithkush nga ne mund të agjërojë apo mund të ketë dhe midis nesh agjërues, edhe nuk e dim. Por profeti alayhi salatu wassalam agjiron aq shumë nga ky muaj për ditëve të tij, sa që ra në sy të sahabit. Dhe e pyeti për arsyen, pse? Dhe profeti alayhi salatu wassalam i tregoi me pak fjalë, por qartë, pa mangësi, vlerën e madhe të këtij muaji. Tha, ky është një muaj ndaj të cilit shumë nga njerëzit janë të shkujdesur. Ndodhet midis muajit të Rexheb dhe Ramazan, dhe muaji i Rexheb është nga muajt që ne i quajmë si një nga 4 muajt e shenjtë. Pra një muaj i madh, muaji i Rexheb. Edhe muaji që pason Shabanin, një tjetër muaj i madh agjërimit të cilit është shtyllë e Islamit. E lutim Allahun që ta arrijmë atë muaj dhe ta agjërojmë dhe ta adhurojmë Zotin tonë në të me besim dhe me shpresë. Dhe është një muaj, dhe duke qenë se ndodhet ndërmjet këtyre 2 muajve të mëdhenj, njerëzit impenjohen dhe fokusohen tek muajt Rexheb dhe Ramazan dhe dashje pa dashje e neglizhojnë muajin Shaban. Prandaj profeti alayhi salatu wasallam të roqi vëretjen, duke thënë kujdes o muslimanus. Është një muaj në të cilin shumë nga njerëzit janë të shkujdesur. Në çmë mënyrë mund të bie në një pakujdesi, në një shpërkujdesje të tillë muslimani. Duke qenë se muaji Ramazan e vjen më një herë pas tij, ata që kanë angazhime, sidomos ata që kanë angazhime të mëdha, biznese etj, për të qenë sa më të lirshëm në muajin e Ramazanit, me qëllim që të shtojnë ibadetet etj, përpiqen që t'i vënë punët e tyre në vijë. T'i vënë punën e tyre në vijë dhe fokusohen apo shtojnë impenjimin, kozjatin e punës, me qëllim që kur të vijë Ramazani të jenë më të lirshëm. Dhe kjo kozjatje e punës, ky impenjim apo ky fokusim më i tepërt, bën që të kalojnë nga orët, ditët e këtij muaji pa adhurimet, pa agjërimin, sunet që bën të profeti alayhi salatu wassalam në këtë muaj. Por një tjetër arsye është se ajo që përmendëm pak më parë, se duke qenë se ndodhet midis këtyre 2 muajve të veçantë, të madhërisëm, Rexheb dhe Ramazan, fokusohen njerëzit të këta 2 muaj edhe harrojnë nga vlera e muajit Shaban. Tha profeti alayhi salatu wasallam duke treguar një vlerë të madhe të këtij muaji, tha ky është një muaj në të cilin ngjiten lart veprat e Zotit i botrave. Ngjiten lart veprat e Zotit i botrave. Dhe ngjitja e veprave të robërve tek Zoti i tyre është në 3 lloje. Ngjitje ditore, çdo ditë. Siç thot profeti alayhi salatu wassalam, yurfa'u ilayhi 'amalu al-layli qabla 'amalu an-nahar wa 'amalu an-nahari qabla 'amalu al-layl. Ngjitet tek Allahu puna e natës përpara asaj të ditës dhe puna e ditës përpara asaj të natës. Ngjitja e dytë është ngjitja javore, siç është hadithi i agjërimit të ditës së hënë dhe të enjte, në të cilën profeti alayhi salatu wassalam tha tu'radu al-a'malu fi kulli ithnain wa khamis fa yaghfiru Allahu li kulli imri'in la yushrik billahi shay'an illa imri'an kanat baynahu wa bayna akhihi shahna fa yaqul utruku hadhain hatta yastaliha
paraqiten veprat e Zotit çdo ditë të hënë dhe të enjte. Dhe Allahu i fal të gjithë përveç atij që i bën shirk Allahut. Dhe përveç atij i cili ka mëri, hatërmbetje me vëllain e tij. Dhe thot, lërin këta të dy derisa të pajtohen midis tyre, pra nuk e përfitojnë këtë falje të Allahut. Dhe lloji i tretë i ngjitjes është ngjitja vjetore. Një herë në vit, siç e përmendi profeti alayhis salatu në këtë hadithin e Usamës, ngjitën në këtë muaj, pra muajin Shaban, veprat e Zotit botrave. Dhe unë dua që kur të ngjiten të jem në çmë mënyrë, në gjendjen më të mirë, më të përkushtuar, të jem me agjërim, të jem agjërues. Të jem agjërues. Dhe ngjitja e veprave të Zotit botrave na tregon një çështje të rëndësishme të besimit, se Allahu i lartësuar është lart, në më të lartën lartësi. Ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib wal-'amalu as-salihu yarfa'u. Tek ai ngjitet fjala e mirë, ngjitet tek ai, pra lart, dhe veprën e mirë ai e ngren lart për tek ai. Dhe ky është besimi i saktë. Dhe është e gabuar të thuhet që Zoti është kudo, apo që Zoti është i bashkangjitur me krijesat e tij, apo është njësh me krijesat e tij. Ky nuk është besimi i Muhamedit alayhis salatu wassalam, dhe nuk është besimi që na mëson Zoti në Kur'an. Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam, adhuruesi më i madh i Zotit të tij, më i nështruari, më i përkushtuari, më i devotshmi. Edhe ky përkushtim dhe devotshmëri, edhe ky sunnet i tij në këtë muaj, agjërimi, është model për ne. Është pikë referimi për ne, nxitje për ne. Për atë që ka mundësi të agjëroj, dhe tham agjërimi nuk është detyrim në këtë muaj, është nafile, sunnet, le të agjëroj. Le të agjëroj, sepse ndoshta në këtë kohë të mira, siç është ngjitja e veprave të Zotit botrave, kur vepra e tij të ngjitet, ai të jetë në gjendje devotshmërie, në gjendje përkujtimi ndaj Zotit të tij me një adhurim të madh dhe të dashur tek Allahu, siç është agjërimi. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil mu'minina min kulli dhanb fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala adh-dhalimin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Për cilët nga nëna e besimtarve, gruaja e nderuar dhe e pastër e profetit alayhis salatu wassalam, Aisha, Allahu qoftë i kënaqur me të, se ka treguar për gjendjen e profetit alayhis salatu wassalam në këtë muaj, duke thënë se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam agjëronte ndonjëherë aq gjatë sa që mendonim se nuk do të çelte iftar, pra do të mbante agjërim vazhdimisht. Dhe ndonjëherë ndërpriste agjërimin aq gjatë sa që mendonim se nuk do të agjërojmë më përsëri. Dhe thotë dhe se kam parë asnjëherë profetin alayhis salatu wassalam të plotsoj me agjërim ditët e ndonjë muaji përveç Ramazanit, pra që agjëronte të plot. Dhe nuk e kam parë që të agjëroj më shumë ditë nga ditët e një muaji se sa muaji Shaban. Pra edhe në këtë thënie tregohet gjendja e profetit alayhis salatu wassalam në këtë muaj të begat dhe në mënyrë të veçantë ishte agjërimi. Por pse agjërimi? Së pari sepse agjërimi është një adhurim i vazhdueshëm. Pra ndryshe nga namazi, sadakaja, leximi i Kur'anit,
davja, një ligjërat fetar e tjerë, që fillon dhe ka përfundimin e saj, disa minuta apo qoftë dhe një orë, agjërimi vazhdon me ty gjatë tërë ditës, nga syfyri në iftar. Përveç të saj, agjërimi është një adhurim i tillë që të nxit, të shtyn dhe të fton ty në adhurime të tjera. Muslimani kur agjëron përpiqet që për ta ruajtur agjërimin e tij dhe shpërblimin e tij e këtij agjërimi dhe ta marrë sa më të plot nga Zoti bujar, Allahu i lartësuar, i largohet më shumë harameve që mund të bëjë me shqisat e tij, me gjymtyrët e tij, në mënyrë të veçantë me gjuhën e tij. Dhe përpiqet që ta pasuroj dhe ta shoqëroj këtë agjërim me sa më shumë vepra të mira. Prandaj i shet të tillët që shtojnë leximin e Kur'anit gjatë agjërimit, apo sadakan, apo dhikrin e Allahut, apo namazet nafile. Prandaj profeti alayhi salatu wassalam agjëronte në këtë muaj ditë nga shumë ditët e tij. Jo vetëm kaq, por muaji Shaban është quajtur edhe muaji i lexuesave të Kur'anit. Sepse muslimanët e hershëm duke e mësuar vlerën e këtij muaji, për kushtimin e profetit alayhi salatu në këtë muaj, përpiqeshin që të shpëtonin nga ai grup njerëzish që ishin të shkujdesur ndaj këtij muaji. Dhe të bëheshin për atyre që adhuronin Allahun në këtë muaj, sepse adhurimi në kohë fitnesh apo në kohë pakujdesie, harrese nga njerëzit, ka shpërblim më të madh. Çfarë e veçoi namazin e natës ndër namazet e tjera nafile të ditës? Pikërisht koha ku tërë njerëzit apo një pjesë e madhe e tyre janë atë rehatin e tyre në gjumë e sipër, ti çohesh përkundrejt lodhjes që mund të kesh, të ftohtit që mund të jetë, dhe falesh dhe adhuron Zotin tënd në thellësinë e natës, në heshjen e saj, në errësirën e saj, por me ndriçimin që ti në zemër, ndriçim që ta ka dhënë Zoti i madhëruar me anë të devotshmërisë. Dhe ka pasur për muslimanëve të hershëm që në këtë muaj i mbyllnin dyqanet e tyre, i pezullonin aktivitetet e tyre dhe merreshin gjatë me leximin e Kur'anit. I themi këtë shembull për të rikujtuar veteve tona që ta shfrytëzojmë këtë muaj, sepse pritja e një adhurimi, që në këtë rast është agjërimi Ramazanit, me adhurime është më e mirë për devotshmërinë në Ramazan. Dhe është një shenjë që ti jep dhe tregon në dëshirë dhe dashuri për Zotin tënd dhe adhurimin e tij. Ndryshe nga ai i cili e fillon Ramazanin direkt, pra vazhdon ndër këtë muaj Shaban, normalisht si të jetë një muaj zakonshëm, pa ndonjë adhurim të shtuar, të spikatur etj. Dhe fillon më një herë Ramazanin. Ndryshe është ai i cili e filloi për kujdesjen për Ramazanin, për okupimin për të, që në muajin Shaban, me anë të agjërimit, apo qoftë leximit të Kur'anit, apo veprave të tjera të mira. Agjërimi të dytë do të jetë në Ramazan do të jetë më i mirë, më i lehtë, si në aspektin fizik, por edhe në aspektin shpirtëror, për të afruar tek Zoti i tij. E lutim Allahun e madhëruar t'i pranoj veprat tona të mira, t'i fali gabimet tona, na ruaj neve nga intrigat e shejtanit, na ruaj neve nga cytjet e vezveseve tona. E lutim Allahun e madhëruar na e lehtësoj neve hyrjen në xhenet, na fusi në xhenet pa dhënë llogari dhe pa përjetuar më parë dënim. Na ruaj nga dënimi i tij, nga zemërimi i tij, si në këtë botë, ashtu edhe në ahiret. E lutim Allahun e madhëruar t'i udhëzoj familjet tona të afërmit tan, ta udhëzoj këtë popull, t'i ruaj muslimanët kudo në botë që janë, t'i mëshiroj të gjallët tan edhe të vdekurit tan,
E lutim Allahun e madhëruar na japi neve sukses në vepra të mira, na mundësoj arritjen e muajit të Ramazanit, që ta agjërojmë atë me besim dhe me shpresë për fytyrën e tij të nderuar, dhe të dalim nga këto vepra të mira, na pasohen këto vepra të mira me shpërblime të mrekullueshme nga Zoti Bujar në një mënyrë që vetëm ai mund të shpërblejë. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid wa barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammed kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid wa aqimus salat.